Habitëm Maria, nëna e Jezusit, siç përmendet, 34 herë në Kur'an, në krahasim me 19 herët në Dhjatën e Re. Ajo në fakt është e vetmja grua e përmendur në Kur'an. Si shpjegohet kjo? Surja Maryam. Në Kur'an përmendet surja Maryam dhe ajo është një nonë e ndershme që Zoti ka thënë në Kur'an për ta shembulli i krijimit të Isaut pa babë është sikur shembulli i krijimit të Ademit pa babë, pa nonë. Alladhi khaliqu kulli shay'in, ai është krijuesi çdo gjëje. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Kur don Zoti më thon një çështje më bë, ajo bëhet me lejen e tij. Prandaj zbriti kjo sure sepse kishte akuza të mëdha ndaj nënës së ndershme Mejreme, e akuzon moralisht qysh ti me pru një fëmijë t'ja shlitshëm, jo kënej, jo anej, diskutime ndryshme, sa që Zoti e boni të mundshme bebë, foshnje, me fol Isai, a.s. edhe më ju tregu popullit të atëhershëm Benu Israelit, shiqoni, kjo është nëna ime, kjo është e ndershme. Edhe unë kom ardhur me lejen e Zotit. Pej me lajkes Gjibril është dhënë pra urdhni që ai me thon me bën vendimin e Zotit kun fekun, bën dhe bëhet, dhe është bën barkun e Meremes, foshnja. Dhe kjo është një mrekulli, sepse nuk e percepton logjika njerëzore. Sigurisht. Edhe në Kur'an ka gjona që nuk i percepton logjika. Se ndryshe do të kishte atëherë s'kishin pas nevojë me na ardh Kur'ani hiç nëse do të kishte qenë gjithçka në logjikën e njeriu. Atëherë Zoti kishte lënë sallamadi njerëz. Po Zoti ja ka çuar dhe librin. Ullë pak qetësu, merra vjetën më të mirë. Merra vjetën më të mirë. Se ke fillu më bu arrogant. Logjika po. Tash nëse e marrim logjikën unë me mund që të thas mirë me edukat, këta tjerë le të desin uni. Ja, nuk ka ashtu. Kurani na mëson do të më dhon zakatin, më ndihmu jetimave të varfër, më ndihmu shtetit, më ndihmu rrugës, më ndihmu jetimëve të varfër, nevojtarëve, kështu me radhë. Pra, nuk është qysh ta merr ty mendja me hamendje, nuk shkojnë gjërat me hamendje. Prandaj Zoti ja zbriti librin njeriu, Kur'anin, pra që me e drejtue. Kur ai bëhet arrogant dhe i pa mëshirshëm, rahmetul lil alamin. Mëshirë për marrë njerëzimin, e dërgoi pejgamberin, po dhe surat që fillojnë Kur'anit fillojnë me Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërës. Dhe e çoi mëshirën te kjo nënë dhe e pruni një djalë që u bë pejgamberi i Zotit si ishte Isa a.s. Dhe këtu është edhe një mesazh shumë interesant që disa njerëz nuk e kanë kuptuar hala. Mos e akuzo dikon, mos e paragjyko dikon. Sepse Meremja ishte femra që u akuzu mas shumë të për moral dhe u paragjyku. U ofendu, por ajo nuk u dërzo. Pse? Se ajo e dinte se gjithçka është prej Allahut. Dhe kur hynte në dhomën e saj, aty kishte gjitha bereqetet e Zotit që ja sillin me lajke. Dhe thoshte: "Hadha min indillah." Këto janë prej Zotit. Po dhe na jena prej Zotit. Pse ka erdhëm na prej amebes një qelizora? Po dhe ne jemi krijesat e Zotit. Nga erdhëm, nga hiçi? Jo, është një krijues që na krijoi. Një krijues i gjithdijshëm. Dhe këta njerëz do të me kuptue se nuk bën tjetrin me paragjyku. Pra do të me studiu fenomenin, pastaj me dhon një mendim caktuar. E jo me njëherë kjo kështu, ky kështu, ky kështu. Gabim shumë i madh. Këtu na vjen edhe përqasja në studime. Që do të thotë që Kurani na mëson që të mos nxitohemi me dhon lajme, fake news, lajme të rrajshme.
po njëherë me vërtetu lajmin, mirë, si thom na me shoshit mirë, edhe pastaj me dhonë jo mendim, po, ose mendim me dhonë, ose një lloj perceptimi me dhonë, po jo mungu të me dhonë gjykim, edhe me dhonë vendim.